Shërbimet e policisë rrugore të drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër janë të angazhuara në përmbushjen e detyrimit ligjor që kanë parandalim, konstatim dhe evidentim i shkeljeve të rregullave të qarkullimit rrugor. Tani ndodhemi dhe në kulmin e sezonit turistik 2026 dhe i marrim të gjitha masat për të pasur një qarkullim sa më normal, vendose në përdorim të gjitha mjetet që kemi në dispozicion, siç është radari, droni, makina inteligjente me qëllim konstatimin e shpejtësisë. Qarku i Gjirokastër është një port hyrëse me pikën kufitare të KK-s për në Shqipëri, si dhe një rrugë kalimi drejt Sarandës. Ndaj merren të gjitha masat për të pasur një qarkullim sa më normal, që të mos ketë bllokime rrugës, sidomos në pikën turistike të ujit të ftohtë. Ushtrojmë kontrolle për të konstatuar dhe ndëshkuar të gjitha shkeljet e rregullave të qarkullimit rrugor, siç janë parakalimet e gabuara, shpejtësitë e normave të lejuara, përdorimi i pijeve alkolike nga ana e drejtuesve të mjeteve, përdorimi i celularit dhe xhamat e riveshur. Ndërkohë nga masa dhe në zonat urbane për ndëshkimin e parkimeve të gabuara, Policia Rrugore e Qarkut të Gjirokastës ju bën apel drejtuesve të mjeteve që të jenë sa më të kujdesshëm kur qarkullojnë në rrugë, të mos përdorin pije alkolike para lëvizjes me mjet, të vendosin rripin e sigurimit gjatë lëvizjes, të mos përdorin celularin pasi është një shkelje shumë e rrezikshme në rrugët tona, të mos kryejnë parakalime të gabuara, si dhe të respektojnë normat e lejuara të shpejtësisë.